A ka ardhur vërtet koha që ka përmendur profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të. Transmetohet se i dërguari i Allahut Muhamedi, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të, ka thënë: do të vijë koha kur nga Islami do të mbetet vetëm emri i tij, kurse nga Kurani vetëm shkrimi. Xhamit do të ndërtohen, por udhëzimi do të dëmtohet. Do të vijë koha kur njerëzit do të garojnë në ndërtimin e xhamive, por pak do falen ato. Islami do të zbehet edhe zhduket, siç zbehet pëlhura, kështu që do të vijë koha kur njerëzit nuk do të dinë as për namaz, as për agjerim, as për ceremoni, e as për zakat. Do të vijë koha kur njeriu do t'i vijë vështirë ta jap zakatin për pasurinë e tij. Do të vijë koha kur njerëzit nuk do të kujdesen se si e fitojnë pasurinë, nga halali apo nga harami. Do të vijë koha kur nuk do të ketë asnjë njeri i cili nuk ushqehet me kamat. Edhe nëse nuk ushqehet me kamat, atëherë do ta përfshi pluhuri i saj. Do të vijë koha kur njerëzit do të jenë si ujqër, dhe atëherë kush nuk do të jetë si ujku, do të hanë ujqit. Do të vijë koha kur njerëzit nuk do t'i ndjekin dietarët. Nga njeriu i mirë, njerëzit nuk do të turprohen, të vjetrit nuk do të respektohen, ndaj të rinjve nuk do të ketë mëshirë. Njerëzit do të vriten për shkak të dynjas, zemrat do t'i kenë të egra. Do të vijë koha kur shejtani do të ketë pjesë në fëmijët e njerëzve. I thënë: edhe kjo do të ndodhë, i dërguari i Allahut? Ai i tha: po. Ata i thanë: si do t'i njohim ata fëmijë? Ai i tha: nuk do të turprohen, as nuk do të kenë mëshirë. Do të vijë koha kur njeriu do ta preferojë më shumë ta edukojë një qen sesa ta edukojë fëmijën e tij. Ju po jetoni në një kohë ku nëse e lëshojnë 1/10 do të shkatërrohen, kurse do të vijë koha kur 1/10 e kryejnë do të shpëtojnë. Vëllezër dhe motra, detyra jonë është të sillemi dhe të jetojmë si musliman të vërtet, të jemi të butë, të paqshëm, të mençur, të flasim drejt dhe të jemi të dobishëm, jo të dëmshëm. Njeriu ikën me kohën dhe me vete merr vetëm veprat e tij. Si do dëshirosh të dalësh përpara krijuesit, si i devotshëm apo zullumqar? Ti e ke në dorë. Zgjidhe vetë përpara se të jetë shumë vonë.